Në situatë hipotetike, jeni detyruar me votu në Shqipëri në zgjedhjet e radhës, mes edhe dy opsione keni mes Berishës edhe Edi Ramës. Kene kishi votu, ose hajtë të themi cila kishë qenë e keqja më e vogël. Jo, nuk, do më thonë, në një pyetje të tillë hipotetike, në fund të flet votimit do shkruaja nuk detyrohem të votoj asnjërin. E dita, parashikova. Pyetja e fundit, që është pak gati e ngjashme me atë pyetjen që më bot më herët, cili besoni se është rreziku i më i madh ose dy rreziqet kryesorë që kanë nosur Kosovës në 10 vitet e ardhshme. Po flasim për kontekstin brenda pa i llogaritur rreziqet e jashtme globale. Gjithmonë është ky rreziku, domethënë i konfliktit pa përfunduar, jo për shkak të kanosjes fizike, sepse kemi parë që Kosova megjithatë është shumë më mirë është në administrimin e territorit vetë se që ka qenë para 4 vjetësh. Por sepse shoqëritë e konflikteve të papërfunduara i integrojnë ato konflikte në narracion dhe bëhen pjesë e gjeneratave të reja. Pra, për mua rreziku është që domethënë nevoja që ky vend të përfundojë konfliktin është që të shlirohen gjeneratat e reja prej këtij ngërçi, se nuk ua kemi borxh që ata të merren me Serbinë. I dyti është se si të ballafaqohemi, domethënë ne jemi një shoqëri e cila është transformuar jashtëzakonisht shumë. Edhe është transformuar në kushte jashtëzakonisht të vështira. Vitet 90 kanë qenë shumë të vështira, vitet 80 kanë qenë të vështira. Dhe tash ballafaqohemi me një revolucion edhe gjeopolitik, edhe të shoqërisë informative, në të cilin po frigohem për ardhmërinë e përgatitjes sonë. Domethënë, përderisa ne kemi mund të bëjmë rezistencë në vitet 80, 90, me projekte, me projekcion mendor, domethënë kemi ndërtu Kosova si shtet është produkt mendor, nuk është produkt i thjesht historik, hajde ka të qëllu aty, domethënë. Unë nuk di se si çka duhet bërë në mënyrë që gjeneratat e reja që Kosova të kyçet në një rrjedhë të transformimit teknologjik, duke ruajt identitetin, kulturën e tjera, por njëkohësisht duke përfituar, domethënë, prej këtij efektit. Dhe kjo nuk është dileme jonja vetëm. Domethënë, çfarë do të jetë bota në 5 vite të ardhshme kur inteligjenca artificiale shndrohet në inteligjencë të përgjithshme artificiale, pra në mimikrinë e plot të inteligjencës njerëzore apo të veprimeve njerëzore. Si të bëhet kjo? Imagjino në një vend në të cilin gati 80% të nxënësve nuk e kuptojnë tekstin të cilin e lexojnë, në të cilin kemi departim të internetit diku 80%, në të cilin atë tekst, domethënë në të cilin fëmijët sodëm, jo vetëm fëmijët, po përgjithësia e popullat nuk lexon përtej një statusi të Facebookut, se si të ballafaqohem me një hapësirë publike kompetitive në të cilën mungojnë gazetat, në të cilën mungon shkruesi i librit historisë, në të cilën mungojnë autoritetet, burimi i besueshëm, domethënë në të cilën çdo kusht, pa ta thonë me Ismet Hamidin, imagjino situatën në cilën Gazmend Zajmi, për shembull, i ndjer, që ka qenë autoriteti më i madh i jonë juridik, të komentonte diçka lidhur me kushtetutën e Kosovës, edhe një kohë çohet gjithkush dhe thotë jo mre ku din ti, nëse unë tregoj se çka është kushtetuta e Kosovës. E pata edhe një pyetje bonus që kum sjellë mande e heqa në fund, edhe megjithatë nëse më lejohet e kisha bërë një pyetje shtesë gjashtë. Sepse dje kur diskutuam edhe kur u morëm vesh për këtë takim sot, me njëherë më kujtuaj ajo vizita që patëm bë në Ravec, ndjerit tash më Gjevdet Bajrajt, edhe e di që patëm kaluar zakonisht mirë,
Vazhdoj me rujt një shishe, me nuk di çka është, tequila duhet jetë. Apo meskal. A është me krym renda. Meskal. Edhe me pacil Gjevdeti, edhe vazhdoj me rujt edhe me gjetë një moment me pi bashkë do tash, por pyetja ishte prej kur në fakt njihesh je njoft me Gjevdetin, a je njoft atje në Meksik apo paraprakisht këtu edhe? Jo, me Gjevdetin jam njoftu në Meksik. Edhe kur u patanis për një përvjetor të klubit tim sportiv, kur kam lujt futbol amerikan, më kanë thirr shokt, edhe isha atje për kremte, edhe ju lajmërova Gjevdetit për cilën dija që është poet, po nuk dija që është poet bilingual, që është poet i respektuar. I ati kalibrit i respektuar në Meksik. Edhe si që ishte Gjevdeti që kishte qef në për kafenet të Meksikës, ashtu u njoftum edhe ashtu vazhdum takimet. Edhe rrugës mbrapa ma dha një koleksion të poezive, edhe ky ka qenë fluturimi magjik i jemi prej Meksikës për në Prishtinë, sepse lexova poezinë e Gjevdetit. Botime spanjisht. Botimet spanjisht. Edhe thash kjo është një mrekulli, domethënë që të imagjino në shekullin 21 një prej poetëve më të respektuar të Meksikës është një kosovar i cili ka ikë në vitin 1999. Jeton, faleminderit.